Një shpërthim tritoli ndodhi rreth mesditës së të martës në Shkodër, ndërsa mbeti i plagosur 38 vjeçari Enea Buzukja. Ky fundit është inspektor në hetimin tatimor në Shkodër dhe nga të dhënat e para dyshohet se lënda plasëse është aktivizuar me telekomand, sapo punojnësi i tatimave ka dashur që të hip në automjetin e tij. Ka ndodhur shpërthimi i telekomanduar i motorit që ka sjellë edhe plagosjen e shtetasit Enea Buzukja. Ky fundit ndodhet jashtë rrezikut për jetën ndërsa ka një plag në dorë. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 11:35 në lagjen Docmazi. Zona monitorohet nga kamera sigurie, çka janë një ndihmës për grupin hetimor për të identifikuar autorin e vendosjes së lëndës plasëse. 38 vjeçari nuk figuron si person me problematika apo me precedent penal. Forcat e policisë janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes dhe po punojnë për sqarimin e plotë të shkaqeve dhe rrethanave. Kjo nuk është hera e parë që Shkodra rrëmditet nga atentatet mafioze. Por fatmirësisht këtë herë pa viktima. Nuk dihet nëse pista kryesore e kësaj ngjarje mund të jetë një lidhje e mundshme me detyrën e 38 vjeçarit. Megjithatë, në orët në vazhdim, me siguri që policia do t'jap edhe më shumë informacion mbi këtë ngjarje të rëndë.